Faleminderit. Kemi sjell këtu disa shembuj ku zarfa të numëruara apo vota të numëruara janë 12.290, kurse të dërguara janë 11.872. Kjo sepse ata që kanë plotësuar zarfat, votat, ata nuk kanë patur të ndalë. Kanë të kaluar edhe shifrat, edhe këtë dhanë. Tjetër, këtu, në këtë rast, Dibër, nga 7.733 zarfa të numëruara, janë dërguar vetëm 7.547 në total. Pra, edhe këtu, janë shtuar mbi 200 zarfa nga në plotësi me sipër të ndihmoj partinë. Tjetër. Durrës, 20.600 të numëruar 20.680 zarfa. 500 sa me 520, jo 560 më shumë, sepse janë gjithsejt 20.116 zarfa. Vazhdo. Firë, 27.191 zarfa janë numëruar. Në fakt kanë qenë gjithsejt 26.212. Pra po thuaj se 1.000 zarfa më shumë. Nuk ka. Në Kukës, 3.003 zarfa kanë qenë gjithsejt 2.917 në total. Në Shkodër, 13.000 janë numëruar 13.959 zarfa, kanë qenë gjithsejt 13.533 në total. Në Tiranë janë numëruar 23.773 zarfa, nga 22.400 në total, pra 1.300 më shumë. E shifti pra se nuk janë ngopur së futuri, kur i kanë plotësuar vetë, kur kanë së futuri zarfa në kutit që kanë ardhur, në posta, apo në magazina, apo kudo domethënë. Edhe njëra të parën, tani vazhdo po. Tani kemi sjellë disa shembuj të votimit si në Korenë e Veriut, ose si në vitet 80 në Shqipëri, ku 97% kjo në këtë kuti, 10% ka aleanca e Partisë Demokratike dhe Aleanca Shqipëria Madhështore, 315 flet, 10 flet ka 10 vota, dhe 315 ka Partia Socialiste, Partia e Krimit, 97% rikthehen rekordet e Koreas Veriut në Shqipëri. Vazhdojmë. Në 93.8% rezultat rus e quhen këtë një demokrate e vendosur. Tjetër, 28 vota me 371 vota, rreth 90%. Tjetër, dhe këtu, 16 vota me 272 vota. Nuk ngopën patronazhistët. Ata ka një urrëtie të mërsh për armikun për kundërshtarin, sa që s'din ç'bëjnë. Tjetër, këto janë. Kjo pra është ftyra, kjo është ftyra e vërtet e votës së diasporës. Mund të sjellim shembuj të panumërt, por zgjodhen disa prej tyre që faktojnë se duart e zeza të krimit, ushtrim, veçarisht në Greqi dhe në Itali, mbi votën e qytetarëve tanë
që provonin për herë të parë për të votuar për vendin e tyre, për njeriu që donin. Edhe njëherë këtu nuk shtohet asgjë, përveç një faqe e zezë tjetër e farsës elektorale të 11 majt 2025, në të cilën unë nesër do t'u informoj